Kapitulli i 2. Angjëllit të kishës në Efes shkruaj: Kështu thot ai që mban 7 yjet në dorën e tij të djathtë, ai që ecën mes 7 çandaneve të artë. I njoh veprat e tua, mundimin dhe durimin tënd. Dije edhe se nuk i duron të këqinjt dhe i vure në provë ata që e quajnë veten apostuj, por që në të vërtet nuk janë dhe që të dolën gënjeshtar. Ke bërë durim, ke vuajtur për emrin tim dhe nuk je lodhur, por kam diçka kundër teje. Dashurinë tënde të pare harrove. Kujtohu pra sa poshtë ke rënë. Pendohu dhe bëj veprat e para. Nëse nuk pendohesh, do të vi dhe do ta heq shandanin tënd nga vendi. Por ti ke këtë të mirë, se i urren veprat e Nikolaitëve, që edhe unë i urrej. Kush ka vesh, le të dëgjojë çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjtë. Atij që fiton, do t'i jap të hajë nga pema e jetës, që është në parajsën e Perëndisë. Angjëllit të kishës në Smirn shkruaj: Kështu thot i pari dhe i fundit që vdiq, por u kthye në jetë. E njoh pikëllimin dhe varfërinë tënde, por je i pasur. I di edhe fyrjet që thon kundër teje ata që hiqen se janë judejnë, e që në të vërtet nuk janë, por janë sinagoge Satanit. Mos ki frikë nga ato që do të vuash. Ja, djalli do të hedh disa prej jush në burg, që të vijeni në provë, dhe për 10 ditë do të keni pikëllim. Qëndro besnik deri në vdekje, dhe do të t'jap kurorën e jetës. Kush ka vesh, le të dëgjojë çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjtë. Ai që fiton nuk do të preket nga vdekja e dytë. Angjëllit të kishës në Pergam shkruaj: Kështu thot ai që ka shpatën e mprehtë me 2 tehe. E di ku banon. Atje ku është froni i Satanit. E ke ruajtur emrin tim dhe nuk e ke mohuar besimin në mua, edhe gjatë ditëve të Antipës, të shmitarit tim besnik, që u vra mes jush atje ku banon Satani. Por kam disa gjëra kundër teje. Ke aty disa që ndjekin mësimin e Balaamit, që e mësonte Balakun t'i shtynte në mëkat bijtë e Izraelit. T'i bënte të hanin flime idhujsh dhe të jepeshin pas kurvërisë. Ke edhe nga ata që ndjekin mësimin e Nikolaitëve. Pendohu pra, për ndryshe do të vijë së shpejti dhe do t'i luftoj me shpatën e gojës time. Kush ka vesh, le të dëgjojë çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjtë. Atij që fiton do t'i jap nga mana e fshehur. Do t'i jap edhe një gur të bardhë, ku do t'jetë shkruar një emër i ri që askush nuk e di, përveç atij që e merr. Angjëllit të kishës në Tiatir shkruaj: Kështu thot biri i Perëndis, ai që i ka sytë si flag zjarri dhe këmbët e të cilit ngjajnë me bronz të kulluar. I njoh veprat e tua, dashurinë, besimin, shërbimin dhe durimin tënd. Di edhe që veprat e tua të fundit janë më të shumta se të parat. Por kam diçka kundër teje. Ti lejon Jezabelën, një grua që e quan veten profetesh, të mësoj dhe të mashtroj shërbëtorët e mi, duke i shtyrë të jepen pas kurvërisë dhe të hanë flijime idhujsh. I dhash kohë të pendohet, por ajo nuk dëshiron të heq dorë nga kurvëria e saj. Ja, unë do ta bëj të zër shtratin dhe ata që bëjnë tradhti bashkëshortore me të do të kenë vuajtje të mëdha, nëse nuk pendohen për ato që bëjnë. Bijtë e saj do t'i ndëshkoj me vdekje, dhe le ta marrin vesh të gjitha kishat se unë jam ai që shqyrton mendimet dhe dëshirat. Secilit prej jush do t'i jap sipas veprave të tij. Ju të tjerëve në Tiatir, që nuk i ndiqni mësimet e saj dhe nuk i njihni ato që i quajnë thellësitë e Satanit, nuk do t'ju vë barë tjetër. Por mbani fort ato që keni, derisa të kthehem unë. Atij që fiton dhe bën deri në fund veprat e mia, do t'i jap pushtet mbi kombet, të cilat ai do t'i udhëheq me skeptër të hekurt, dhe do t'i thyej si en balte, ashtu siç e mora edhe unë pushtetin nga Ati im. Atij do t'i jap edhe yllin e mëngjesit,
Kush ka vesh, le të dëgjojë çfarë u thot Kisha dhe Shpirti i Shenjtë.